Viti 2026 përshënon një rekord të ri sa i takon aviacionit civil, duke arritur në shifrat e parregjistruara më parë. Zona turistik veror është periudha e cila shënon një fluks të lartë sa i takon numrit të fluturimeve pasagjerëve. Ministri i Infrastrukturës e Energjisë Enea Karakaçi ishte penal kontroll ku një nga drejtorët Dritani Saku me të gjithë procesin që po bëhet për menaxhimin e fluksit të fluturimeve, si nga masat e marra për të garantuar një proces për problematika e vonesa. Aktualisht aeroporti ndërkombëtar i Tiranës klasifikohet si aeroporti me ngarkesë më të madhe në Ballkan. Karakaçi tha se vit pas viti Shqipëria përgjithson shifra rekord sa i takon aviacionit civil. Ne vazhdojmë përsëri me rritjen e, le të themi, menaxhimit të trafikut ajror. Nga viti në vit kemi rritje edhe këtë vit në krahasim me krahasim me vitin 2025 si për, le të themi, kategorinë e uleve ngjitjeve nga aeroporti i Tiranës, ashtu dhe për trafikun që te kalon mbi kufirin shqiptar, kemi një rritje dyshifrore, pra gati mbi 10%. Dhe po ashtu është edhe shumë evidente në fakt që duhet theksuar që edhe puna shumë e mirë e menaxhimit të aeroportit të Tiranës, pasi në këtë 6 mujor që ne kemi shifra zyrtare, ne kemi një numër pasagjerësh pothuajse mbi 17% të zbritur në aeroportin e Tiranës, pra rreth 6 milion. Dhe për të krahasuar me vitin 2025 kemi rreth 900.000 pasagjerë më shumë, pra për konfirmim përsëri i trendit të rritjes të menaxhimit të aeroportit, por edhe atë çfarë është evidente në gjithë Shqipërinë, fluksit të rritjes së turistave. Në përfundim, Ministri i Infrastrukturës e Energjisë shtoi se shifrat dëshmojnë ngjënjëherë se tashmë Shqipëria ka hyrë në një fazë të rizhvillimi, e kjo vjen shumë qartë për shkak të politikave të qeverisë shqiptare në aviacionin civil që kanë bërë të mundur e diversifikimin e operacioneve e linjave të trafikut ajror, duke krijuar mundësi më të mira për turizmin, por edhe mundësi për ndërlindje më të mira ekonomike ndërmjet shteteve.